Administrata Trump po rikthen pretendimin më të diskutueshëm. Kontrollin amerikan mbi Grenlandën. Në emër të sigurisë kombëtare, Washingtoni ka paralajmëruar se do të veprojë pavarësisht nëse u pëlqen apo jo. Kjo e vendos BE-n dhe NATO-n në një situatë delikate. Grenlanda i përket Danimarkës, një vend antar i BE-s dhe NATO-s, ndërsa vetë ishulli është autonom. Udhëheqësit evropian mbrojnë hapur sovranitetin e Grenlandës, por ende nuk ka një strategji të qartë për të frenuar Trumpin nëse ai ndërmerr hapa konkret. SBA tashmë kanë të drejtë të zgjerojë praninë ushtarake në Grenland përmes traktateve ekzistuese. NATO po diskuton rritjen e shpenzimeve dhe praninë ushtarake në Arktik për të ulur tensionet. Në teori, BE-ja mund të përdorë bazukën tregtare kundër SBA-s, por frika nga dëmet ekonomike dhe varësia nga teknologjia amerikane e bëjnë këtë skenar pak të mundshëm. BE-ja mund të investojë më shumë në Grenland ose në rast ekstrem të vendos trupa evropiane si sinjal politik. Ekspertët paralajmërojnë, çdo veprim ushtarak amerikan do të kishte pasoja të rënda për NATO-n dhe rendin global.